Përshëndetje, doktor Artan Hibraj, okulist kirurg klinika Provizion. Duke qenë që muaji i shkurtër është muaji i ndërgjegjësimit në lidhje me degenerimin makular ose plakjen e dritës së syrit, sot do të flasim në lidhje me këtë sëmundje të shpeshtë. Degenerimi makular është dëmtimi i makulës ose i dritës së syrit, që është pjesa më e rëndësishme e retinës dhe kryen rreth 90% të shikimit. Kjo sëmundje fillon rreth moshës 50 vjeç dhe prek rreth 1% të personave midis 50 dhe 60 vjeç, po rritet ndjeshëm me kalimin e moshës duke prekur mbi 10% të personave që janë mbi 80 vjeç. Ulja e shikimit është shenja kryesore e kësaj sëmundje dhe mund të jetë ulje menjëhershme ose graduale. Një shenjë tjetër është shikim jo i qartë, veçanërisht vështirësi për të parë objekte të vogla ose për të parë në ambiente me pak dritë. Shpesh pacientët referojnë për një shikim të shformuar dhe deformim të objekteve dhe në stadiet e avancuara vijnë re njolla të zeza në fushën qendrore të shikimit. Dhe mosha mbi 50 vjeç është faktori kryesor i rrezikut për të prekur nga kjo sëmundje dhe personat që janë mbi 75 vjeç kanë një rrezik 3 herë më të lartë se sa ata që janë nën 75 vjeç. Pirje e duhanit e dyfishon rrezikun për të prekur nga degenerimi makular, nga ana tjetër ndërprerja e duhanit e pakson këtë rrezik pas një farë periudhe kohe. Femrat preken më shpesh se sa meshkujt. Ka dhe disa faktorë tjerë të rrezikut, si për shembull problemet kardiovaskulare, tensioni i lartë i gjakut, yndyrnat e larta dhe obeziteti. Pavarësisht se kjo është një sëmundje e cila ka pasoja serioze të shikimit, ka disa gjëra që ne mund të bëjmë për ta parandaluar ose për ta ngadalësuar këtë sëmundje, si për shembull lënia e duhanit, rënja në peshë, trajtimi i tensionit të lartë të gjakut, pasja një diete të shëndetshme, veçanërisht ndihmon përdorimi i disa suplementeve me vitamina, antioksidant dhe minerale sipas një formule specifike AREC. Përdorimi i këtyre suplementeve është vënë re që e parandalon në 50% të rasteve përparimin e kësaj sëmundje. Trajtimi për format e njëjta është me injeksione në sy për ta mbajtur në kontroll. Plagja e dritës së syrit është shkaku kryesor i uljes së parikthyer të shikimit në moshat mbi 60 vjeç. Kontrolloni sytë tuaj çdo vit për ta zbuluar dhe trajtuar në kohë këtë sëmundje të rëndësishme, duke ruajtur shikimin tuaj. Ju faleminderit.